Buka e përditshme në Shqipëri, çfarë po ham, sa e sigurt është dhe kush mban përgjegjësi. Buka është ushqimi që nuk mungon pothuajse në asnjë tryezë shqiptare çdo ditë. Konsumohen mira bukë në çdo fshat e qytet të vendit, por sa të sigurt jemi për cilësinë e saj? A përputhet pesha me çmimin që paguan konsumatori? Çfarë përmban realisht buka që blejmë çdo mëngjes dhe sa të rrepta janë kontrollet? Këto janë pyetje që po shtrohen gjithmonë më shumë nga qytetarët, veçanërisht në një kohë kur sëmundje si diabeti, obeziteti dhe problemet kardiovaskulare janë në rritje. A është buka ajo që shkruhet në etiket? Ekspertët e ushqimit theksojnë se çdo bukë duhet të ketë përbërës të deklaruar të qartë, ndërsa përdorimi i aditive, konservantëve apo përmirësuesve të brumit duhet të jetë në përputhje me standardet ligjore dhe i deklaruar për konsumatorin. Megjithatë, shumë qytetar ankohen se nuk dinë se çfarë përmban buka që blejmë, pasi në shumë fura mungojnë etiketat dhe informacioni është i paplot. Një tjetër shqetësim është pesha reale e bukës. Konsumatorët kërkojnë kontrolle të shpeshta për të verifikuar nëse gramatura përputhet me atë që paguhet. Buka për diabetikët, sa e besueshme dhe sa e shëndetshme është. Në treg shiten bukë të etiketuara si për diabetik ose integral, por a kontrollohen ato për të vërtetuar se përmbajtja e tyre përputhet me etiketimin? Mjekët rekomandojnë që personat me diabet të mos mbështeten vetëm te emërtimi i produktit, por të kërkojnë informacion mbi përbërjen ushqyese dhe këshillën e mjekut ose dietologut. Vetëm analizat laboratorike dhe kontrollet zyrtare mund të vërtetojnë nëse një produkt është në përputhje me pretendimet e prodhuesit. Po mielli nga vjen. Një tjetër pikë kyçe është edhe origjina e miellit, sa i kontrolluar është produkti që hyn në vend. Ai nënshtrohet analizave për pesticide, mykotoksina, metale të rënda dhe ndotës të tjerë. Andiqet zinxhiri i furnizimit nga importi deri tek furra e bukës, specialistët e sigurisë ushqimore theksojnë se kontrolli duhet që të fillojë tek lënda e parë dhe të vazhdojë gjatë gjithë procesit të prodhimit. Po buka, çfarë ka brenda? Në industrinë moderne të bukës përdoren sipas legjislacionit përmirësues brumi, enzima dhe aditiv të ndryshëm për të rritur jetëgjatësinë ose për të përmirësuar strukturën e produktit. Këta përbërës nuk janë automatikisht të dëmshëm, por duhet të jenë të autorizuar dhe të përdoren brenda kufive të lejuar. Nga ana tjetër, çdo përdorim i substancave të palejuara ose mos deklarimi i përbërësve përbën shkelje të ligjit dhe duhet të hetohet nga autoritetet. Fëmijët, konsumatorët më të ekspozuar. Buka është pjesë e përditshme e ushqimit të fëmijëve, pikërisht për këtë arsye ekspertët kërkojnë kontrolle dhe më të rrepta mbi cilësinë e produkteve të furrave. Prindrit kanë të drejtë të dinë se çfarë konsumojnë fëmijët e tyre dhe nëse produktet që blejnë i plotësojnë standardet e sigurisë ushqimore. Dhe kush mban përgjegjësi? Ligji parashikon që përgjegjësinë e parë për sigurinë e ushqimit e ka operatori i biznesit shqiptar, ndërsa institucionet shtetërore kanë detyrim të kryejnë kontrolle, inspektime dhe analiza laboratorike. Në rast se konstatohen mashtrime me etiketim, mos përputhje në peshë ose shkelje të standardeve të sigurisë ushqimore, duhet të merren masa administrative dhe kur ka element të veprës penale, edhe masa ligjore. Çfarë kërkojnë konsumatorët sot në Shqipëri? Qytetarët kërkojnë kontrolle më të shpeshta laboratorike mbi bukën dhe mielin, transparencë për origjinën e lëndës së parë, etiketim të plotë përbërësve, verifikim të bukës së treguar si dhe për diabetik ose integral, kontrolle për peshën reale të produktit, publikimin e rezultateve të analizave dhe ndëshkrimin e çdo shkelsi. Buka është ushqimi më i konsumuar në Shqipëri dhe siguria e saj nuk është vetëm çështje cilësie, por është edhe shëndeti publik. Edhe për këtë arsye ekspertët kërkojnë më shumë transparencë, kontrolle të vazhdueshme dhe informacion të konsumatorit në mënyrë që çdo familje shqiptare të ketë besim se buka që vendos çdo ditë në tryezë është e sigurt, e kontrolluar dhe në përputhje me standardet ligjore. Shkeljet e konstatuara ndër vite, a kanë mjaftuar masat e marra?
kontrollet e kryera ndër vite nga institucionet përgjegjëse kanë evidentuar në raste të ndryshme shkelje në sektorin e prodhimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore përfshirë edhe furrat e bukës. Mes tyre janë raportuar mungesë dokumentacioni për gjurmëshmërinë e lëndëve të para, kushte higjieniko-sanitare jo sipas standardeve, probleme etiketimi si dhe produkte të cilat nuk plotësonin kërkesat ligjore. Në raste të tilla janë vendosur masa administrative gjoba pezullim të aktivitetit edhe kur janë konstatuar shkelje të rënda janë referuar procedime sipas legjislacionit në fuqi. Megjithatë, konsumatorët vazhdojnë të shtrojnë të njëjtat pyetje. A janë këto masat mjaftueshme për të parandaluar përsëritjen e shkeljeve? Ekspertët e sigurisë ushqimore theksojnë se problemi nuk zgjidhet vetëm me kontrolle sporadike. Nevojiten inspektimet vazhdueshme, analiza laboratorike të pavarura dhe publikim transparent i rezultateve në mënyrë që qytetarët të dinë se cilat biznese respektojnë standardet dhe cilat jo. Por a funksionon sistemi i kontrollit në Shqipëri? Një nga kritikat më të shpeshta është se kontrollet shpesh intensifikohen vetëm pas denoncimeve ose skandaleve mediatike. Kjo ngre pikpyetje nëse monitorimi është i vazhdueshëm apo kryhet vetëm në raste emergjente. Organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve kanë kërkuar prej kohësh publikimin periodik të rezultateve të analizave të produkteve ushqimore përfshirë bukën dhe mielin. Një praktikë e tillë do t'i jepte qytetarëve më shumë besim dhe do t'i rriste përgjegjësinë operatorëve ekonomik. Çfarë ndodh kur një biznes shkel ligjin? Sipas legjislacionit shqiptar për sigurinë ushqimore, operatori i biznesit është përgjegjës i parë për sigurinë e produktit që nxjerr në treg. Nëse provohet se një produkt nuk përmbush standardet, autoritetet mund të urdhërojnë tërheqjen e tij nga tregu, vendosjen e gjobave, pezullimin e aktivitetit ose masa të tjera të parashikuara nga ligji. Në rastet kur dyshohet se janë cënuar rënd interesat e konsumatorëve ose është rrezikuar shëndeti publik, çështja mund të referohet organeve të drejtësisë. Pyetjet që presim përgjigje. Ky investigim ngre disa pyetje që meritojnë përgjigje nga institucionet përgjegjëse. Sa analiza laboratorike kryen çdo vit për bukën dhe mielin, sa furra janë gjobitur gjatë viteve të fundit dhe për çfarë shkeljesh, sa biznese janë pezulluar ose mbyllur për shkelje të standardeve të sigurisë ushqimore, sa mostra të bukës integrale ose buka për diabetik janë analizuar për të verifikuar përmbajtjen e tyre, a publikohen rezultatet e këtyre kontrolleve në mënyrë transparente. Buka është ushqimi bazë i çdo familje në Shqipëri, dhe jo vetëm. Pikërisht për këtë arsye, çdo dyshim mbi cilësinë, përbërjen apo mënyrën e prodhimit të saj kërkon hetim serioz, analiza shkencore dhe përgjigje të qarta nga institucionet. Transparenca, kontrollet e rregullta dhe zbatimi i ligjit mbeten garancia më e mirë për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.